Imagjinoni pak të përpiqeni të lidhni një park gjigant me erë ose një fabrik masive me rrjetin elektrik kombëtar. Nuk është as pak si të fusësh një prizë në mur, apo jo? Në fakt është një proces jashtëzakonisht kompleks dhe i rregulluar me imtësi, i projektuar për të mbrojtur një nga infrastrukturat tona më kritike. E pra si bëhet kjo gjë në të vërtetë? Si mundet që një strukturë që gjeneron sasi të paimagjinueshme energjie të integrohet në mënyrë të sigurt në rrjetin që na furnizon të gjithëve? Dhe siç mund ta merrni me mend, përgjigjja është shumë më ndërlikuar se sa thjesht një kabël gjigante. Këtu bëhet fjalë për një ekosistem të tërë rregullash, rregulla fizike, digjitale dhe operacionale, të gjitha të dizajnuara për një qëllim të vetëm, të garantojnë që i gjithë rrjeti të mbetet i qëndrueshëm. Udhëtimi ynë nis me betonin dhe çelikun. Po, me pjesën fizike. Përpara se qofte edhe një elektron i vetëm të kalojë, duhet të ndërtohet një infrastrukturë masive, e projektuar me saksi milimetrike. Kjo është porta e fortifikuar drejt rrjetit. Gjithçka fillon pikërisht këtu, në këtë që quhet Eigentumsgrenze, ose thënë thjesht, kufiri pronës. Mendojeni si një vit të padukshme në tokë. Nga njëra anë është përgjegjësia e rrjetit publik, nga ana tjetër fillon përgjegjësia e klientit. Çdo gjë që ndërtohet pas kësaj pike është në dorën e pronarit të objektit, por gjithmonë duke ndjekur rregullat. Kjo portyrse ka një emër specifik, ubergabacion. Në thelb është një nën-stacion privat që klienti duhet ta ndërtojë nga e para, por kujdes, nuk mund ta ndërtosh si të teket, duhet të ndjekësh me përpikëri specifikimet e operatorit, sepse kjo është pika ku menaxhohet transferimi i sigurt i sasive masive të energjisë. Po për çfarë fuqie po flasim, në të vërtetë? Mjafton të hidhni një sy këtyre shifrave. Po flasim për një tension nominal prej 180.000 voltësh. Dhe shikoni këtë? Aftësia për të përballuar një rrymë qarku të shkurtër prej 31.500 amperësh për një sekond të plot. Këto janë shifra astronomike. Prandaj, çdo vid, çdo kablo, çdo komponent duhet të jetë një standardi absolutisht të jashtëzakonshëm. Mirë, e kemi pjesën fizike, hekurin dhe bakrin, por historia nuk mbaron këtu, as pak. Në ditët e sotme, një lidhje moderne me rrjetin ka po aq nevojë për infrastrukturën digjitale. Tani vjen pjesa e shtrëngimit digjital të duarve mes klientit dhe operatorit. Fjala kyçe këtu është Fernwirktechnik. Tingëllon e komplikuar, por mendojeni kështu, është sistemi nervor i gjithë rrjetit. Ky sistem lejon që qendra e kontrollit të rrjetit dhe objekti klientit të flasin me njëri tjetrin në kohë reale, duke dërguar dhe marrë sinjale pa ndërprerje. Mirë, lidhja u bë si fizike ashtu edhe digjitale, por tani fillon puna e vërtetë. Tani nuk mjafton vetëm të prodhosh apo të konsumosh energji. Objekti duhet të sillet si një qytetar i mirë i rrjetit. Duhet të kontribuojë aktivisht për shëndetin dhe stabilitetin e të gjithë sistemit. Dhe kjo na çon te dy lloje fuqish. Së pari, ajo që e njohim të gjithë, Wirkleistung, ose fuqia aktive. Kjo është fuqia që bën punë të dobishme, ajo që rrotullon turbinat apo ndez motorët. Por ka edhe një hero tjetër të heshtur, Blindleistung, ose fuqia reaktive. Kjo fuqi nuk bën punë fizike, por është absolutisht jetike. Ajo është si vaji në motorin e rrjetit, pa të gjithçka bllokohet dhe bie. Ajo mban tensionin stabil në të gjithë sistemin. Dhe ja si duket kjo në botën reale, në ekranin e një operatori rrjeti. Ata shohin në kohë reale sa fuqi aktive, PIS, dhe sa fuqi reaktive, Q, po prodhohet. Nëse diçka nuk shkon, ata thjesht dërgojnë një komandë digjitale te klienti. Na duhet të rregullosh prodhimin, dhe klienti duhet i bindet menjëherë. Okej, gjithçka duket gati. Jemi gati të shtypim butonin ndezur, apo jo? Jo, ende jo. Tani vjen provimi final, testi i madh, i drejtuar nga vet operatori i rrjetit, përpara se objekti të marrë dritën jeshile për të operuar me kapacitet plot. Ky quhet Netzbetreiber test. Operatori i rrjetit nga qendra e tij e kontrollit praktikisht merr çelcat e makinës. Së pari i jep një urdhër, ule fuqinë dhe shikon sa shpejt reagon sistemi. Pastaj teston aftësinë për të menaxhuar fuqinë reaktive. Dhe më e rëndësishmja, bën diçka drastike, e pret komunikimin, për të parë nëse sistemi, kur mbetet i vetëm, ditë kaloj automatikisht në një modalitet sigurt. Pra, çfarë kemi mësuar deri tani? Që lidhja me rrjetin e tensionit të lartë nuk është një transakcion i njëhershëm. Nuk është si të blesh një bilet. Është më shumë si një martesë, një angazhim afatgjat, me përgjegjësi të përbashkëta që vazhdojnë për dekada. Dhe si në çdo angazhim afatgjat, ka kushte. Pronari i objektit paguan për gjithçka.
Çdo 4 vjet duhet të bëj kontrolle të plota të sistemeve mbrojtëse. Siguria, si ajo fizike ashtu edhe ajo kibernetike, është plotësisht përgjegjësia e tij. Dhe nëse rjeti ndryshon nesër, ai duhet investoj për t'u përshtatur. Dhe nëse doni një imazh të këtij kompleksitetit, ja ku e keni. Kjo duket si një rrjet me rimange me kablo, por në të vërtetë është një simfoni saktësie. Çdo fije e vetme, çdo sensor ka rolin e tij të pasvendësueshëm. Nëse njëra prej tyre del jashtë sinkronizimit, i gjithë sistemi vihet në rrezik. Mund të duket si një burokraci e pafund, por në fund të ditës këto rregulla nuk janë mure, janë themelet. Janë pikërisht këto rregulla të hekurta që lejojnë botën moderne, fabrikat, por edhe parqet e mëdha të energjisë rinovueshme, të bashkëjetojnë në një rrjet të vetëm, të qëndrueshëm dhe të besueshëm për të gjithë ne. Dhe mos ta harrojmë kur numrin magjik në qendër të gjithë kësaj. 110.000 volt. Një shifër që të kujton se në këtë nivel nuk ka absolutisht asnjë vend për gabime. Pra, ja ku e kemi. Lidhja me rrjetin është një udhëtim i plot. Nis me gërmime dhe beton, vazhdon me fibra optike dhe protokolle digjitale dhe arrin kulmin me një bashkëpunim të vazhdueshëm, një harmoni mes fuqisë së madhe private dhe rrjetit publik. Dhe gjithë kjo na lë me një pyetje të madhe për të nesërmen. Sot, rrjeti ynë po mbushet gjithnjë e më shumë me energji që vjen e iken, si ajo nga dielli dhe era. Si do të duhet të ndryshoj ky manual kaq i sakt për t'u përshtatur me të realitet të ri e dinamik? Si do të sigurohemi që dritat të mos fiken kurrë?